Rëndësia e preventivës nga zjarret është jetike. Në këtë drejtim, krahas aparaturës së nevojshme që duhet të kenë qoftë institucionet, qoftë banesat ose shtëpit, është me rëndësi që materialet ndërtimore të parapërgatiten që të jenë të mbrojtura nga zjarret. Në këtë drejtim, sot në Universitetin e Tetovës, respektivisht nga Fakulteti i Shkencave të Zbatuara, është mbajtur një orë praktike me studentët në lidhje me atë se çfarë përbërje duhet të vendoset tek materialet ndërtimore që të mos përfshihen nga zjarri. Qëllimi është që studentët t'i përgatisim se si shuhet zjarri. Është me rëndësi se si ta mbrojmë shtëpinë që mos përfshihet nga zjarri, thot profesori Enis Jakupi. Do thonë ka materiale ndërtimore të cilat mvishën ose aplikohen aditive ndryshme dhe mbrohen nga zjarri. Për shembull, druri, i cili digjet si material, lyhet me një aditiv ose mveshet me një aditiv special dhe pastaj nuk digjet. Do të thonë krejt qëllimi është që studentët tonë të armen të jenë përgatitur për të ndërtuar objektet dhe objektet të jenë mbrojtura nga zjarri. Do të thonë të mos vinë deri tek paraqitja e zjarrit nëpër objekte. Përveç asaj që ne duhet t'i përgatisim, projektojmë përveç standardeve të cilat janë parapar dhe normativeve kundër zjarrit, duhet kite proces evakuimi, duhet kite hidranta për fikjen e zjarrit, aparate për fikjen e zjarrit, njerëz përgatitur për fikjen e zjarrit e kështu me radhë. Mirë, po kjo mund moment mos funksionone. Prandaj veç gjithë qëllimi jonë është që neve edhe nëse na vjen te zjarri materialet na digjet. Dhe pikërisht ky është qëllimi i kësaj ligjërate. Domethënë ka aditive, ka mveshje të materialeve ndërtimore që nuk digjet. Por, si është gjendja me objektet në rajonin e Tetovës? Sipas profesorit universitar Enis Jakupi, me rëndësi është preventiva. Kjo duhet hulumtohet. Gjendja mund të themi se mund të jetë edhe e mirë, po edhe është edhe e keqe, për shkak se ne jemi ngjeshur me zjarrin kudo, për shkak se zjarri vjen si rezultat i fërkimit. Ngrohja e çdo materiali, si rezultat i oksidimit mund të vinë deri tek shtrepja. Mund të vinë nga instalimet elektrike, mund të vinë nga mos mirëmbajtja e instalimeve elektrike kështu me radhë. Mirë, po ajo që unë ta prezantoj këtu është preventiva. Në qoftë se vjen si të mbrohemi. Në ndërkohë në oborin e Universitetit të Tetovës është improvisuar edhe në praktik se si nuk digjen materialet ndërtimore, të cilët janë të ngjyrosura me lloje të ndryshme aditive, të cilët nuk ndizen. Me këtë, studentët që studiojnë në Fakultetin e Ndërtimtarisë do të kenë më shumë njohuri për të aplikuar metodat bashkëkohore, të cilat nuk lejojnë që një objekt të përfshihet në masë të madhe nga zjarri.